Qëndrimit fundit të LDK-s, rruga është e hapur. I kanë numrat, i kanë votat. Ja, kemi pas konsistencë plot gjatë gjithë këtyre viteve. Ne kemi thonë që nuk kemi vijat kuqe, s'kemi vendosur vijat kuqe të bashkëpunimit me asnjë parti politike. Ne nuk e kemi takimeve dhe jemi taku. Kemi thonë që ne garojmë paraqytetarëve të Kosovës me prioritete, me program i cili i adreson nevojat dhe prioritetet e këtij vendi. Çështjet ekonomike, standardin e jetesës së qytetarëve të Kosovës, infrastrukturën, rënien, ligje. Nuk e kemi ikë takimeve. Kemi folë për marrëveshje gjithëpërfshirëse politike. Jemi taku. Nuk kanë qenë takime produktive, me rezultat. Zoti Kurti nuk don bashkëpunim, nuk don partneritet, don nënshtrim. Partia Demokratike e Kosovës, bazuar në gjitha këto fakte, ka ardhur në qëndrimin e saj, i cili është i qartë, është publik, është zyrtar. Ne do ta luajmë rolin ton në Kuvendin e Republikës së Kosovës si parti opozitare. Me kritika, me alternativa, po edhe me përkraje, çështjeve të rëndësishme për interesin e vendit. Edhe marrëveshjet financiare ndërkombëtare, edhe tema tjera, cilat janë në dobi dhe në interes të Kosovës dhe qytetarëve të vendit. Mirë po, nuk ka situatë më serioze. Nuk mund të ketë situatë më serioze se sa suspendimi i rendit kushtetues, se mos respektimi rregullorës së punës së Kuvendit, se mos respektimi i vendimeve të gjykatave të përfshi edhe vendimin e gjykatës supreme, nuk mundesh me konë të njëjtën kohë edhe deputet, edhe ministër, edhe kryeministër, asnjë pengesë në rrugën drejt konstruimit të institucioneve nuk e ka pas. Ne si parti opozitare nuk e kemi kontestu rezultatin zgjedhor, edhe pse kemi thonë me fakte që zgjedhjet kanë qenë të lira, po jo të ndershme. Është abuzuar me paranë publike. Procesi zgjedhor, fshehtësia votës ka qenë e cenuar. E kemi pranuar rezultatin zgjedhor. Nuk ka pengesë prej neve, është e kundërta. Ne po thojmë e janë në përputhje me rezultatin zgjedhor, i dhojmë vendit institucione. Banë kryetarin e Kuvendit, banë qeverinë, zgjedhën e presidentin dhe tash pas qëndrimit fundit të LDK-s, rruga është e hapur. I kanë numrat, i kanë votat. Po, këtë vend, edhe këtij vendi, mbas rezultatit zgjedhor, e ka përgjegjësinë, e ka mundësinë që lëvizja vetëvendosje, zoti Kurti me i dho institucione, apo me majt vendin në vakum institucional, me mungesë stabilitetit politik, e përmbi të gjitha, me shkelje të vazhdueshme të ligjit dhe suspendim të kushtetutës. Kushtetutshmëria në këtë vend duhet të kthehet.